Është pensionuar Xhaj Mustafa, historia e të cilit u bë një nga rrëfimet më prekse të luftës së Kosovës dhe një simbol i vuajtjeve të familjeve shqiptare gjatë asaj periudhe. Gjatë luftës, Xhaj Mustafa ishte burgosur nga forcat serbe, duke e ndarë kështu nga familja e tij. Për një kohë të gjatë, ai nuk kishte asnjë informacion për fatin e më të dashurve, duke përjetuar ditë të mbushura me ankth, dhimbje dhe pasiguri. Ai u bë i njohur në mbar botën përmes një fotografie të realizuar në vitin 1999 nga fotografi i njohur Peter Turnley. Në atë imazh që më vonë u kthye në një nga fotografitë më simbolike të luftës së Kosovës, Mustafa shfaqej duke mbajtur fotografitë e dy fëmijëve të tij të zhdukur, me shpresën se dikush do t'i njihte dhe do ta ndihmonte t'i gjente. Sot nuk po shënojmë vetëm pensionimin e një punëtori të përkushtuar, por po nderojmë jetën dhe rrugtimin e një njeriu që ka përjetuar një nga historitë më prekse të luftës së Kosovës. Xhaj Mustafa mbetet një simbol i qëndresës, shpresës dhe dashurisë familjare. Gjatë luftës së Kosovës, ai u përball me vuajtje të mëdha, duke u burgosur nga forcat serbe dhe duke u ndarë me familjen e tij. Për një kohë të gjatë, ai nuk kishte asnjë informacion për fatin e më të dashurve të tij. Ishin ditë të mbushura me ankth, dhimbje dhe pasiguri, të cilat lanë gjurmë të pashlyeshme në jetën e tij. Bota e njohu Xhaj Mustafën përmes fotografisë së famshme të realizuar në vitin 1999 nga fotografi i njohur Peter Turnley. Në atë fotografi, e cila u bë një nga imazhet më të fuqishme të luftës së Kosovës, Xhaj Mustafa shihej duke mbajtur fotografitë e dy fëmijëve të tij të zhdukur, me shpresën se dikush do t'i njihte dhe do t'i ndihmonte t'i gjente. Ajo fotografi preku zemrat e miliona njerëzve në mbar botën dhe u bë simbol i vuajtjeve të familjeve shqiptare gjatë luftës. Por historia e tij nuk përfundoi me dhimbje. Pas luftës ndodhi ajo që shumë kush e quajti mrekulli. Xhaj Mustafa u ribashkua me familjen e tij dhe zbuloi se fëmijët e tij ishin gjallë. Pas vuajtjeve, lodhve dhe pasigurisë, familja e tij u bashkua sërish. Ky ribashkim mbetet një nga tregimet më prekse dhe më shpresdhënëse të asaj periudhe të vështirë. Pavarësisht plagëve që la lufta, Xhaj Mustafa vazhdoi jetën me dinjitet, duke punuar me ndershmëri dhe përkushtim. I urojmë Xhaj Mustafës pensionim të mbar, shëndet, lumturi dhe shumë vite të qeta pranë familjes së tij të dashur.